Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Mirë se ardhëm. Qa donë tani sponsori, qa ofertë? Po kontrolin sponsorin e ri, mo. Vetëm për femra nuk e se. Ofelia, mos i e dukur ti si kështu, si... Ora, merr na ty të mesazhet e emaili. Shumë e çuditshme, edhe vetëm femra paska. Ku i kanë çuar? Apo kështu di do jetë në fund i listës shumë një unas për meshkuj si gjithmonë, edhe bollja. E kemi edhe për femrat dhe për meshkuj. Ose përdor në Instagramin tënd, po dhe dhuratë për mamin. Ku je shmashur? Atë vetëm Allah i e di se çfarë është. Pse të dua unë një kështu që t'jetë në shtëpinë? Çfarë është ajo për shemb? Shumë rëvesh. Po. Si marrë nas, nuk duket fare se çfarë është. Po varse se prapë, që duket në shtëpinë. S'ka na kanë mbaruar nga ide tash, nuk kanë çfarë bën me varse nga mbrapa. Ajo është si duket ajo që mbyllet. Nuk është shumë e kapse, futet ajo, shkop. Emri s'po tregoj s'ka paguar lekë akoma. Siç lidhet gomari. Kur të vip tërgesa në PayPal, atëherë do bëj publike me kjo po flasim. Yes, qa... Ku i trojmë në ato? Është lezetshme. Se vetëm nxjerrin foto. Jemi, i themi dhe Coca-Colës, që se ka pas probleme kohët e fundit. E ato oferat që nxjerrin Coca-Cola e plako? Ja. Shishe nga 2 litra, kështu të me thënë me... Pa vajtur aty, ti themi, ne jemi gati. I ke 200 views tek ne. Ja, po thoja një qitash, pse është kjo gjendja për robë që nuk shikojnë futboll. Po, nuk është futboll në Shqipëri. E gjithit për Cristiano që nuk i donte si sponsor para konferencës të shtypit dhe lëvizit. Të bëri mirë në fakt, sepse këto nuk bën me lojtarin direkt, po bën përmjet UEFA-s. Ata se din kush është. Për shkak s'dua ta kem unë, ai ne keni të lidhet me mua. Ata çfarë përfitojnë nga imazhi im për birrën, ku s'kam lidhje direkte me ata. Mirë, edhe merr përfitime. Ti po thua që kur s'merr përfitime, prandaj s'do ta kesh, apo? Po jo, po s'më pyet njeri mua. Se nuk është ajo është konferenca për shtypje aty çdo bezim. Klubi skuadra, aty po kemi firmuar të gjitha. Aty ata gjurojnë gjithë falas. Ke përsësh? Nuk është se pagon njëri, pagon edhe klubi. E nuk i thot njëri ti kështu. Do jetë sponsori i Coca-Colës ose i birrës. Thot Coca-Cola dhe birra janë sponsori i UEFA-s. I pyetje këtu. Për klubet e për këto, për UEFA, për Champions League, për Europa League e diun, domethënë, se cila ka sponsorët e saj. Po tani edhe ajo Coca-Cola nuk e diun, mbase është sponsor evropian. Është evropian, është. Po problemi është se në atë moment ti nuk e lidh vetëm me logon e UEFA-s, si e ka në publicitet, e thua Champions League e bërë sponsorizuar nga Heineken, po e lidh direkt me Ronaldo se vetë para syve, ke përsërish. Tu s'folon me UEFA, po luajmë mash Ronaldos. Po. Prandaj do të vesh Ronaldo aty për atë punë për të UEFA. Ajo është pak e çuditshme në fakt. Ligjërisht mund ta padisi UEFA Ronaldo. Po. Do ta bëjë? Po se pa ditë se 2 story me Ronaldo për Coca-Cola, ne kam keq akoma. Ja, po. Po ishte pak çesharak, kështu si gjesh, ishte i lezetshëm. Po dëgjoj te Bloomberg, një kështu revistë amerikane ekonomike. Thoshin efekti Kardashian. Edhe forta për cilin? Për të Coca-Colës që bëri Ronaldo. Sepse lëvizi vlera në shitje, se ditën që bëri te Ronaldo ishte ditë shitje aksesh për Coca-Colën, kishte lënë për të shitur akset deri përsysh. Okej. Edhe ra dëm, Nuk e dim nëse ka pasur mesazh brava, po. S'ma merr, ja. Se mendoni se mund të pasur ai? Ajo i duke si shumë natyrale, aty ai bam i mori hoji. Po mirë. Ja tash kush fiton ndeshjen tjetër? Franca apo Portugalia? Vështirë. Tani ata janë 4 pikë Franca, 3 Gjermania, 3 Portugalia dhe 1 Hungaria. Po. Që Gjermania do fitoj. Nëse di unë. Po do fitoj Gjermania me Hungarinë në burtësh. Nëse di se dia kur luhet ndeshja. Se mund të luhet në Hungari. Jo, luhet në Gjermani do luhet në të treja, pra, ka si Italia, të treja brenda. Nëse do Hungari ka stadiumin e saj. E s'ka tifozët, kishte tifozët nga Hungaria, po ai Brazili mund ta marrë Hungaria. Po prap. Ore, pyetja ishte kush do fitoj Francë Portugali. Por gjithmonë do thuash Francë.
njëri me logjik të kesh ato para të Stanca, listën e emrat, statistikat. Aty shikosh në lojë ta barkun. Mirë, ata mund të kishin lozur dhe pak më mirë ma mund jam. Po që se di pse e lanë atë barazimin me Hungarinë. Gjithsesi. Ja ata kanë çon, ata kanë një si të them, kanë tangun, ata Iku Turku, me gjithë Sulejman me Zenel, çai kanë ata që nxjerrin në përfusën e ngrën shpirtin. Aty valla unë ka fituar Europianin prezentime. Sa dolën ata 3 ndeshje të 3 humbje, hajde, ik bën ai donen anë, atë bën. Do të futbolli. Mande bën tu donen atë ne. Honest, Franca ka një tank edhe luan me shigjeta. Se ç'do kanë? Kanë aq fuqi ka, po gjojnë kështu si me shigjeta kur luajnë. Mirë, po që unë ma mendja se Portugalia mund marrin barazimin me Francën. Po, mund të fitojë. Mbrojtja e Portugalis lënë për të shkruar. Po kanë ata me sush në mirë, kështu që prapë. Ma mendja se absorbojnë një çika. Njëse si çka ndodhi në një gjë e bukur me këtë ndeshje tjetër. Gjëja më e bukur kjo ishte, që iku Turqia. Pastaj zonjë tjetër. Dëgjova atë lajmin. Jo, sa ai për që këto mediat greke domethënë po disa shumë pak nga ato po nxinin për apo se di fare lajmin që vrara ai. Bën podcastin, kaloj java, s'kam Ta them unë s'kam shumë domethënë ajo që kam lexuar se dita nisa sakta jam, unë kam lexuar shumica të Balkan Webi ose në një faqe tjetër kështu. Po mos më bëj gabuar lek, mos përmend. Vë pagesën një, pastaj përmend. Mirë bushë, e kupton ti. Mos themi ndonjë gjë thjesht. Robi kishte vrarë të dashur në vet. Kupton? E dashura apo gruaja më sa kishin një fëmijë të vogël, gruaja angleze, britanike, burri grek. Foshë i vogël. Me sa dihet tani mbas asaj për backgroundin, domethënë është që ajo do ta divorconte domethënë. E çfarë ishte ndodhur ky e kishte vrarë. Dhe pastaj kishte bërë denoncimin gjithë me kishin vrarë shqiptar. Kupton? Po. Nisin këto kështu gjitha gjërat e tjera, folën ato çan këto right wing grek domethënë që janë shqiptar prapë kështu, bile edhe prokurori, domethënë prokurori grek i çeshis kishte thënë pse e besoni ju të bëj një grek diçka të tillë, kur e kupton tani çfarë niveli janë ata. Kishte bërë presion domethënë, me sa kam lexuar unë pasaj ato prokuroria angleze, domethënë kishin dërguar hetues nga pse ka të drejtë të nisë. Normal, po. Është shtetëse, është një pasaport angleze, si s'ka të drejtë. Çfarë thonë? Bravo, nuk është jurisdiksioni grek? Jo, po ata kishin dërguar hetues, të diun që kishin dërguar hetues aty. Domethënë për ata kishin bërë presion, më thënë, kishin vazhduar akoma, edhe në fillim kush ja kishte nxjerr Apple Watch apo Smart Watch, si kishte. Më thënë ai kishte atë në momentin mos përmend to emra më burr. Po pagesë një. Kur vemi sponsori i Apple-in la. Edhe ajo kishte treguar domethënë që kishin ndaluar zemra asaj përpara se sa ai kishte thënë kë. Domethënë edhe te ky telefoni vetë me sa diun kishte pasur një aplikacion që mbaste hapat. Edhe ky kishte thënë prokurorisë domethënë që më kishin lidhur, isha në karrige domethënë. Kurse ajo që maste hapat kishte treguar që ky rombi ikte, domethënë brenda shtëpisë ik sipër në gjithë shkallën dik në atë. Kishte dalë zbuluar gjitha mejat greke përpara, shqiptar bo. Sa doli kjo pasaj kështu? Ato të më dhanë asnjë gjë, ça të vogla kështu duhet i kërkojmë falje komunitetit shqiptar. Kjo është e dyta, e madhe. E para ishte ajo që kështu që doan ta merrnin penga dhe mafia ishte me të bien ai me gruan që i vran gruan. Ishte mafia greke, kupton? Po një nga ata katër që kishin bërë agresionin ishte shqiptar. Headline shqiptar. Sot apo dje një sherë me të mitura, kështu gjimnaziste. Domethënë 7 goca duke u zënë njëra tjetrën. Njëra ishte shqiptare. E kupton? Headline. Vajzë shqiptare plagos vajzë të tjera. E kupton? Që do të shkojnë se shumë Greqi, a bën në Itali që një çështje të tillë shumë ngjashme. Që kishin vrarë dhe shumë Greqia mos më apo shumë fare. Po identike. Po ne nuk kemi as kështu, valla, ne nuk kemi një çik mbrojtje, valla. E ke parasysh ti para një muash kur dolën ca gazetarë shqiptarë që thanë që Elbasani esti Palermo viteve 70, e kupton? E doli kryetari i bashkisë Palermo dhe tha që mos na krahasonin e fare
si në nivelit tonë. E kupton? Të ne nuk del asnjëri ata. E kupton? Të ne je kështu si peshku pa ujë, të zurit ta heqësh vetë. Do ta dalin çdo 2 ditë pastaj të kemi përgjigje. Edhe ai legendi pastaj Elen Velier inauguron parkun Helen në Fark, në Tiranë. Po mirë. Do të thotë degradime por ide ata nuk vend dot në shkolla atje, nuk mund të mësojnë të hapin, ta marrin gjuhë të dytë apo gjuhë të tretë. Gjuhën shqipe në për shkolla, ti vetë hap park Helen mund në mes të Tiranës. Po njap të vesh, por si dërim instalacion në televizin? O ti miri perëndis. Unë nuk po them, e di po e keti, shumë mirë e keti valla, po ajo është kur ti them kurizën e ditës, do ashtu dorim në gjithë jetës. Po ne buka ta me gurë valla, gjatë gjithë kohës. Ku ishim 7 vjeç, 8 vjeç kur që dalin ata ushtarët që mendonin do bëjnë lice me zorë të shqiptare. Kështu ka ngelur akoma, s'ka bërë as televizion. Po pra, po, e mban mend ti para disa viteve, nuk e di harkun e saktë kohor që ishin ato për ushtarët grek, që u morën u varrosën si ushtar grek. Në datë 18 maj, që s'ka dalë në asnjë media legjende, mediat më plera që kemi ne. Të gjithë ata që ishin varrosur si ushtar grek, kishte vazhduar hetimin e gjitha, u zvarrosën prap, se ishin shqiptar, ishin civil, ishin robë valla. Kishin vdekur kështu pa asnjë lloj problemi domethënë. Kishin vdekur nga sëmundja, nga jeta e vet. I zvarrosën një herë që i varrosën si ushtar grek, edhe i zvarrosën prap i varrosën kështu. Atëre doni Greqia, jo nuk na lën të bëjmë hetime, nuk na lën të nderojmë ushtarët tanë të gjitha. Tani që u bë e gjithë kjo nga mbrapa, nuk del me asnjë vend. Nuk del me asnjë vend. Të paktën në Shqipëri, se hajde po them se sa do nxjerrë Greqia. Që ne jemi legjenda. Tanë, si ka mundësi e kur i. Prandaj po them që ajo që thua ti, domethënë është në rregull. Ajo bën sens domethënë kur je një të dy civil, e kupton? Po ne hapim park, ata thon shqiptari vrau, e kupton? Tash nuk e di, mua më duket pak si e një anshme kjo, sikur ata se marrin mendimin fare. Do thuash ti që mund të kenë fuqi domethënë, që janë më potencë se ne, po. Ata të thash, media shet. Si ndodh në Itali, ndodh në Angli, ndodh në Holland. A shet më shumë. Do të një shqiptar vrau, kështu se sa prokurori Eduard. Prokurori po se. Nëse ki mos e dënuat këtë gjë. Jo, ai nuk tha e bëri shqiptari plera. Ai tha që mendoni ju të bëj një grek diçka të tillë. Kuptoni tani sa dipin dhe shit janë ata. E vëllai ata duket vetja ëngjë akoma. Ti je një njeri vëllai që kush e di çka karriere ka ai, domethënë thua se mendoni ju të bëj një grek, pse më çaj jeni? Nuk do dënuaj një parti politike aty për terrorizëm, për shkak të right wing, për nacionalist. Çfarë koment? Është rrezish për ne kjo e gjitha. Se gjithë kjo që po shtypja që po bëj shqiptarë me plako po mandën mua se nëse nuk ka ndonjë kështu. Nëse nuk ka mirë kuptim nga anë të tjera, është e kohë, do zgjej. Janë 2-3 individ për shembull kështu, që janë nacionalista, kështu shqiptar, nuk janë të këqij. Nacionalista domethënë në kuptimin e keq fjalës. Duke u shtypur jashtë gjithë kohës rritet ajo plako. Se po ndodh me ata palestinezët që bombarduan Izraelin. Mirë. Edhe ajo mirë, se është pak çështje çik më ndryshe, ata janë më të komplikuara, kupton? Po si në çdo vend valla, nëse ti nuk vlerësohesh ose nuk del asnjëherë si i miri, do shtyhesh apo do e mbrosh vetveten kur nuk të mbron njëri. Po ke shumë media në për popull ose s'është ndryshe. Gjithë kemi njerëz në Greqi, nuk është. Normalisht gjithë kemi njerëz në Greqi, un kam akoma njerëz në Greqi, kupton? Ata kështu të ndarë janë valla, kupton? Kanë me robë që kanë të bëjnë që punojnë të gjithë janë shumë të kënaqur domethënë, po ka pasur raste plot domethënë. Pavarësisht se ata janë një çik nuk e di pak atë mitë janë punëtorë valla, po nuk është se kanë një super biznes që janë pavarur, thonë që në varëlesë e shkelim syrin për tjerë domethënë. Po raste nuk janë pak. Në Shqipëri ti. Unë nuk po them të dalë Rama apo të dalë Iksi, kurse ajo është ignorancë, pastaj jemi ne më keq ata, e kupton? Po një gazetë nuk delti do të thua që kështu e thamë herë greke, ose trajtohet si artikull. 150 kufona, të zhvarrosura për herë të dytë, të zhvarrosura prapë. Po bëj edhe një artikull në Cep, te faqja e parë në Cep, Cepi më të vogël. Ç'më kish like shërcësi më. S'kamane. Nuk e di, çfarë presioni mund të kem pasur. Se di.
Që kanë bërë gjithmonë ata. Se di edhe nuk ta aludojmë kota që domethënë, por që thjesht nuk është ndjenjë e mirë ato. Në do të kthehen anë vetëm të këqija gjën domethënë. Dhe kur e rregullon prap nuk merret njëri, o frit se këta rregulluan. Po skocezi shqiptar që ka ku kush është? Ai skocezi, ajo është një të ta vë foton pasaj te video. Ai është pikturë e një anglezi, ai është mercenar shqiptar në kohën e otomanëve në Damask ishte. Ky ishte me inteligjencë në atë kohë. Eton ishin scouting. Scouting të veshë biçi kësu. Jo, po scouting ata ka pas mirë, ai ka qenë në Damaskus aty, ka qenë, kupton, ka qenë për shefin e vet e tregon ato fajkojt. E si përfundova ti në këtë? Si e gjetë? Ne kam gjetur këtë tek një grup e kishin shpërndar, kështu domethënë. Ky piktori ka disa, ky ka bërë dhe atë mercenarin në Egjipt, po e mban. Ka bërë dhe atë pikturën e dy mercenarëve shqiptar otoman në Paris, domethënë në ka bërë disa piktura këtu domethënë, ka pasur qef kulturën kështu. Çka bërë nga ato vizatime. Është goxha interesante. E ka detaje shumë të bukura. Nuk duhet si foto fare. Ka pasur disa që kanë bërë, ka qenë një danez që ka bërë piktura të veshjeve ose të personave të asaj periudhe, domethënë që kanë qenë shqiptar. Ka qenë një grua, një holandeze, ajo pak më e vonshme. Ka pasur disa që kanë bërë gjëra të bukura kështu. Po nuk i dinë ata, nuk në Shqipëri në emisionin nuk dinë thotë që filan fisteku, e kupton? Në një pjesë, në një nga 3 pjesë të emisionit thotë që ka këtë lloj bagazhi arti, domethënë. Ka bërë këto lloj pikturash. E të ndihmon të kuptosh domethënë. Pse ne vlerësojmë artistat i bëjmë kryeministra? Ata të ne bëjnë vetë, të ishte për ne, vallai. Është, nuk e di. Kjo do ishte shumë interesante për mendimin tim, po të kishte një organim, nuk e di ka apo jo, mund të ketë, po që nuk e dim, që ti mblidhte të gjitha ato vepra, ti bënte një kopje, domethënë të hapte. Është një faqe në Instagram, Balkan diçka hero emër. Edhe edhe shumë foto të historisë, histori personale, po. Edhe shumë imazhe me gjëra shumë të bukura. Aty janë duke se kanë marrë. Domethënë kanë pasur një grup ata, po e kanë bërë tani e kanë fikur për momentin. Nuk është më aktiv, kanë pasur një grup më përpara kështu dhe aty ishin foto njërës, aty është nacionalizmi serb, plako, jashtë ako ishë frikshëm. Po mende? Kam edhe një foto unë atyre para shumë kohësh të një pikture që ka bërë ai danezi që po të thosha në Strug, në kohën e otomanëve, kupton? Edhe ai me shkrimin e vet aty e ka domethënë. Strug Albania, e kupton? I kutruri atyre, Struga s'ka qenë asnjëherë Albania, është një atmosferë aq, nuk e di. Unë se kuptoj çka kemi bërë këtu. Kështu çfarë thonë ata në histori? Herë, po ne nuk kemi qenë ndonjëherë opresor, kështu, domethënë që nuk kemi qenë ndonjëherë pushtues. Nuk kemi bërë ndonjë genocid, kështu që të vrasim njëri. Po. Shumë mendon di, po kështu çaj mëson ata mësojnë në Kosova ka qenë Serbi, erdhën imigrantët shqiptarë, zaptuan Kosovën e bën tyre. Në rregull, ajo është. Po mirë pra mirë, po erdhën imigrantët e bën të tyre, po nuk vram njeri, gjithsesi. Kurse ata e kanë të bardha të zezë ata. Që ka vrarë, e kupton? Thëmë vajnë. Paguaj ti ka një të shifet qa mësoj ato, një sërin, klasë 8. Ata nuk e di qa gjera është mësojnë. Ata ka pasur një argument me njerin atje që më shu për pjesën e Kosovës e të gjitha. Edhe i thashën shumë ka ndodhur, është e gjitha e dokumentuar. Edhe sa i paformuar më duk mua. Dhe tha, okej sa? Po as ti nuk e di se çka kanë bërë kriminalët shqiptarë në disa qytete të Serbisë. E kupton tash ti çfarë niveli është? O zemra, po të them shteti, policia dhe ajo shërbimi sekret serb kanë vrarë, kanë përdhunuar, ka bërë çka dashur qefi. I ka lufta valla. Ka ndodhur në shumë vende, se ka ndodhur vetëm në Kosovë, se bëjmë ne se jemi ne të djegurit e dynjas. Ajo ka qenë lufta, ka ndodhur, është e bardhë të zezë. Si mund krahasosh një luftë që është bërë nga shteti me një kriminal? Mua, e diskutim, më thaj, ne se më dini pasarë i lirë, si, urda? A ka qenë ajo Antoneta Di Maggio, diçka e tjetër, është një që punon të Universiteti i Romës. Domethënë ka pasur një debat afër për këtë pjesën.
që një nga këta, domethënë, ishte bërë lobbying në këto, si quhen këto gathering që bëjnë këta. Bëjnë qasi tip kështu koncerte, që si festivale kulture domethënë, që vinë mbledhin historia nga gjitha bota, caktohet tema më përpara, se Italia ka shumë nga këto. Kënë ignorancë puna jonë. E kupton? Edhe ishte tema për Ilirin, domethënë. Ata kishin ndjekur ca deg, domethënë, kështu që bosnjakëve, ata që janë bosnjak, tamam, domethënë që është një pjesë shumë e vogël, edhe një pjesën e Bregdetit të jugut të Kroacisë, domethënë, që ishte Dalmacia. Në atë kohë, i kanë gjetur tracing për Ilirët, domethënë. Kur thonë, kurse në qoftë se ne, thoshte do diskutojmë, domethënë që gjëja më e afërt që është me Ilirët, është shqiptar. Domethënë, është gjëja më e afërt që mund ta lidhësh direkt me atë. Edhe një nga këta profesorët që serbët janë pasardhës e Ilirëve, thashë no zoti i madh, buri dhe ashtë shumë të është dashur ai leku e buri dhe. To position në YouTube ti që në në koment, se di që shumë bërë. A si thëva për që të shënë vërë, histori dhe me të. Po të janë slavo, pla. E pra e di. Po tani ndajmë në edhe është slavo ose pasardhës e Ilirëve, nuk mund t'jesh dyja. Nëse 50-50. Për personat që janë 50-50, edhe një herë e përsërisim. Slavët e jugut kanë zbritur nga Karpatet kur Kiev rusët ose slavët verior u bën prepotent. Ata i nxorën gjithë principata e Kievit u bëj shumë e forca, i lëvizën gjitha fiset e tyre që kishin mos marrëveshje politike. S'ka pasur lidhje me nacizmin. Gjitha politikë, financa, rrugë tregtimi me Bizantin, me Romën, me Bizantin. Kështu që janë identike me kinezët që janë në Taiwan sot. Që ata në luftë ashtu prishën për politikë. Normalisht po pa mirë përse po ti ndjekësh të gjitha mamën e mos aty dalin gjitha konfliktet. Mamën se shumë pa konflikte ka pasur, kështu që mund të jenë. Ata nuk është që për bashkimin e Kinës po luftoja deri diçka e tillë. Do ta çavë. Ashtu ka luftuar Garibaldi, sa italian ka vrarë Garibaldi vetë edhe prap. Unë e zbritën në ishu, përse. E kjeve dhe zapë të shumë, pra. Po, ajo, ata e më keq akoma. Se ne të pakën kemi një mbështetje kështu minore, dhe më thënë që hajde, me të keq do e hedhin, pa ata atje janë e kanë dhe gogolin të dera. E kemi se s'ka në fuqi të madhe Serbia dhe ekonomike Serbia dhe Greqia. Po ata sa hapi zë, i thot Amerikani, vëlla, ti tu nuk shet men. Që do bëjnë? E John Cena. Po. Dali, mësoj kinesë në vraj javës, kërkaj falje. Shumë absurde ajo dhe unë po e dëgjoja këto plako, po flasin te Joe Rogan, po e dëgjoja ato pjesëtisht. Edhe jo vetëm John Cena, plako, disa, si s'më vjen emra tash, po i trajtonte me po i thoshte me emra të gjithë, domethënë. Ishte një senator, Robi dinte kishte mësuar që para 15 vjetëve gjuhën kineze, fliste fluent mandarin. Po më mirë, senatorët duhet për shumë. Flas to falet publike se kishim në komën e komunizmit që i bënte ai. Jo unë gabova, jo kështu për para parlamentit. Tani bën autokritik. Autokritik. Ba. Tani bën kancer shoqëror. Falje publike bëhet në Amerikë për në kia. Çfarë do bëhet? Se thasë Taiwani është shtet. Çfarë do bëhet me atë? Do zaptuan çfarë do. Sa do bëhet me Amerikën atë, me të shpërndarë që nuk po del një njerëz që thoshë ata kanë gabim, ose ata janë kriminela, ose Taiwani është shtet. Jo di çfarë bëhet me G7-ën? Ti dëgjoj? Thjesht kanë planet, kanë bërë atë invazionin që duan të bëjnë tash të konkurrojnë Kinën. Po bëhen që marrin edhe Rusinë në kranë të. Po s'doli, nuk doli i suksesshëm ai takimi i Bidenit me Putinin. Ata Europa nuk e pranon atë plako, nëse se ajo është në gjitha do vdesja apo nuk do vdesja ai. Kupton? Navalny, si e ka. Po degradoi çështja e atij, domethënë aty ajo është ashtu. Po do të mbajnë gjallë ata. Sa do të thua ti bën aty, futin një adrenalin shot, i vetë zemra e rregull prapa. Aritë ngjashëm se çfarë po vjen aty marrja të nënat. Mirë, bëjnë ata që nuk bëjnë ata, nuk ja vë njeri në dyshim atë, kupton? Po që është e rrezikshme, është e frikshme si përgjithësisht situatë është, nuk është për të vlerësuar në fakt. Se kanë ata për shembull Mahamend mua se nëse do kishte shumë fuqi Rusia ekonomikisht për shembull edhe ne me Kosovën do kishim pasur ishte lehtë, kupton? Do ishte shumë e vështirë.
Po përzihen gjëra të keq fare ti. Erdogani kishte marrë prap nga ato armët. Kishte marrë atë blerjen e dytë të armëve ruse, domethënë. Del si kokra e idiotit atje parlamentit aty. Unë i thash Bidenit që punët tona janë punët tona. Që janë të rinatës mu. Nuk parandalon të blesh armë nga Rusia dhe ne marrë. Morëm nga Turqia diçka tjetër, aviona që na morën në fund. Nga Turqia nuk dëgjoj. Nga Turqia nuk se. Drona. Drona? Po që 2-3 drona për kontroll kufirit, do kontrollojmë kufirin e thaj. Ai që vinë emigrantët grek në Shqipëri. Po na dyndën, kështu nuk kanë çati budalli që kota. Ajo është propagandë. Ja po, mos e mbërtas skafistën. Ore, edhe bëva gjë pas skafisë, po që. Do kontrollosh detin me dron? Kufirin, do ta shitën. Nuk e di se funcion. Ja e kap, çfarë bësh? Ai me dron sa të vesh te ka. Çfarë bësh me dron? Ajo është, kupton, vjen çam mund njoftosh në një. Se ja dron. Ose vrap sa herë fryn det, ku do ashtu dron? Ajo më shumë sa dron armados. Unë hangër të morti jam ata do jenë një dron kështu që bëjnë video në çuna ku bëjnë skateboarding këtu në Berlin. Thjesht i ka futur një ka lyer me një boj luftarake. Kjo është të dhënë. Një kamuflazh, ashtu edhe. Gjë tjetër? Duhet të kthehet ajo ushtria në Shqipëri. Do ta bësh të rinë të bëjnë ushtri. Një vit e gjysmë. 6 muaj. 6 muaj më duket çiksi pak më. 10 muaj atje ulësh kushte veti ulet pik për ty në universitet. Do të ngrihet, është sistemi gjerman, që ketë më shumë shanse. Për shembull, të duhet nuk e di se është hyrja në universitetet shqiptare, po të duhen 2 pikë për shembull për ty që janë tu. Në mesatare di diçka 1.7, i ke bëj 6 muaj aty të ulet 1 pikë për shembull. Një vit valet saj. Po është fair? Fair është. Se i kontribuar për shtetin. Po, ashtu 2 vite pastaj, jo, s'nga ashtu me 6 muaj. Për 6 muaj, jo. E bile sa ushtri jo, po mbill pemë të pastrosh ambientin në zyrë tjetër. Ose mund të ofroj ushtria shkollë, direkt. S'ka pse të uli pikë të cënoj, se nuk janë të pavarura. Ai është tjetër, aty po kjo bën paralelisht. Sikur kur ta paguan ty shkolla, të paguon ushtria shkollën ti i detyruar pastaj të kesh karrierën atje. Paktën për 20 vjet. Sa kështu vetë. Por edhe një vit e gjysmë ushtri nuk është asnjë gjë ato. Imagjino për shembull sa rob që si puna ime gjatë dobët ose sa rob të tjerë që janë të shëndosh për shembull të bëjnë një vit e gjysmë që i thret çik mendjes domethënë. Do bësh ato ushtrime, do bësh ato sparring, ato që të vishin çik në vete kështu e kupton. Pasivist 1% të vogël, nuk ndikoje. Do të thosh në magazin, nuk është se nuk është jeta luksoze. Ti je pak të ngrihet të ndërtohesh një fortë karakteri kështu, e kupton, që të kesh provuar dhe një çik vështirësi. Vetëm për 6 muaj është mjaftueshëm. 6 muaj është një shkollë, ti se më vesh kur fillon ku mbaron atë. Po të marrë vesh me vesh atje. E mi, po ti po thosh. Ja pilo padë vlam kanali, sa me vesh. Mi tani kanë fat Roma ka gjëra kështu i bën. Ka, po s'ka ushtri. Ka privati fat Roma na fata nga. Unë nuk po them unë për atë punën, unë po them që të ketë secili një, unë nuk po them sa përshtyje faqe kështu, për çuajtjen e ushtrisë. Po them të ketë një robi, një ndërtim ushtarak atë. E kupton? Të ndërtoj veten. Unë mendoj se ndihmon robin ajo më shumë se sa ndihmon shtetin në plak. Po të bëj. Po, për robin, po them, edhe jep edhe një shoh. Një përgjegjësi jep individit për shtetin. Jep dhe një përgjegjësi, kështu që edhe ku krijon binjet politike, domethënë, që edhe të jetë pak çik më i kthjellë më mendja mua. Që të shikojnë çik përgjegjësisht interesin e përbashkët dhe jo shumë palë, e kupton? Ka shumë shtete akoma, për shembull, Rusia, Korea e Jugut. Ke Greqinë edhe të dera. Ke Izraeli e ka detyruar komplet, sa ka 2 vite e gjysmë. Edhe ajo. Korea është keq, edhe s'ka asnjë. Kosova do ta bëj këtë për shembull. Kosova është një situatë në Izrael. Kosova do ta bëj. Ti bëj të gjithë një ti kapi nga Gjermania në Austri, Zvicra dhe Beni. Shikojnë qik, po ta marrësh vesh se sa kohë harxojnë unë edhe i tjetër do me thënë me budalli që kështu po të një vit është nuk është gjëja më e mirë që mund të ofrosh. Po them, po tjetë kjo që tjetë për universitet. Sepse po kontribuon për shtetin, se një vit pa pagë po mund të bësh. Po. Se në marrin prindët gjithsesi. Po ça punë do bësh në universitet po ja, do ikësh të pastrosh. Kur të përmbytet Shkodra, që përmbytet Zohi, do ikësh në një varg, do nxjerrësh ato delet nga shtëpi.
Ore, ke pastrimi, jo, merre me armët, jo pyje, kanë taja kur ka në zjarri madh. Ku di unë kush merr vesh në ushtri, mos kemi pa. Unë nuk po them ti vendosësh në aksion ata. Unë them ti marr ndërtimin që të kenë 1 vit e gjysmë vetëm ndërtim ushtarak. Ai që do ta vazhdoj, pastaj të vazhdoj edhe 1-6 muaj tjetër vllai, pastaj mund të futet në aksione, do të bëhet pjesë e ushtrisë, të implementohet, të dërgohet diku, të dërgohet me servitje me gjëra domethënë. Unë them thjesht tipe ndërtim valla, siç bën shkollën. Por për shtritën duket premisa e jashtë, kesh 3-4 vjet një ushtri. Suhet. Jo më për këto unë bën direkte. Pastrim pyresh, djegje gjëra kanale, ndim kur duhet. Po për kundër revolt për në grup shtetin në Shqipëri. Po një modifikim të sistemit fizik në për shkolla. Që fiskultura që kemi ne. Pinim kafe? Fiskulturë? Ta bëjnë ty, unë kam pirë shumë kafe fiskulturë. Po për vetet. Po them, sigur ta bësh në një lloj mënyre tjetër valla që të ketë çik më shumë peshë edukimi fizik. Po ta bësh në aziatike. Ose në Amerikë do klub, në Azi janë në Japoni janë klubet e marrin nga stila i fiskulturës, i peshkërisë, i volejbollit dhe merren shumë aty. Në Amerikë pastaj duket që sistemi është komplet tjetër me ka kolegjet pastaj që duhesh që të futesh direkt në profesionale, e marrësh një gjimnaz. Në Europë s'është kjo gjë. Ne kemi të ndarë. Në gjimnaz për shembull gjëja që ne kanë në Europë për shembull se kemi ne është kështu formimi i skuadrave, domethënë për Po në Amerikë do high school teams për futbollit e gjëra. Ata janë lart fare. Unë po them këtu në Europë domethënë kur bëjnë skuadra një shkolle për shembull, ata nuk është se thjesht vend kur kanë atë datën e lojës. Ta bëjnë dhe servitje për shembull. Po për atë po them. Mbajmë në kulozin volejboll gocat. Jo, duto. Vetëm dik ndeshjes iknin lozën, ku iknin lozën me kështu, ato 2 orë të mësimit, asnjë gjë, thonë, ça me xhinse, ça me tuta. Ti nuk kuçelash, ti shikoj kuçelash. Ezë pas luani volejboll. Po të bërta më, krimi i klubeve të sporteve, që është klubi i literaturës që merr gazetin ata. E duhet të plotson ata, që jep një dhomë shkolla, ke shpëriu, të plotson kriteret, dëgjoj. Kur lexon librin të përshkruash ata. 80% e shkollave nga e para vetëm për atë punë. Ne shkollat kemi tash kemi na 40 veta brenda si dele. Po them kështu për peshën e lëndës së fiskulturës. Domethënë, jo për klub. Peshën nga që duhet të arrish një stad, domethënë që të ku dijon, që të kualifikohesh domethënë për diçka. Tani normalisht kur themi për to, po nuk flas për rob që janë me azmë, e kupton se kanë probleme zemre. Për njerëz normal, Po mend kur ishte Toni dhe isha se vërtetë se nuk vini me tuta, ato bësh ramen. Po, Bruno. Ua, Bruno çam kujtua ndaku. Çai bën atyre. I pasur një profesorin e valuta, pra një profesor gjeografie. Ajo i kështu i godiste gotat apo. Jo, i godiste vërtet, po me fjalë domethënë kështu që i bënë të vdekur. Njëri kur ishte vështirë të vinin natë, keq. E di, ajo e ka pasur shumë të vështirë, domethënë. Se mendorin ne po prish mesataren, kë mëson, ne prish mesataren tu s'ka vesh serin xhinsa. Ashtu, edhe po jo vetëm to. Nga që marrin sekretari, marrin kështu si të dytë pjesën e skulpturës. Jo vetëm skulpturën, është më e keqja domethënë. Prandaj janë të problemi që në duket ne sigurisht si diskuton njëri, çapo diskutojmë deri tani me Greqinë e Udalliçit, e kupton. E gjeografia dhe historia ashtu vjen, e kupton. Në fillim fare ka pasur unë profesori ka vënë 2-4 me inkutim aty. Kupton? Ai kështu që bëhet presion psikologjik bau atë kështu. Edhe në fund fare pastaj vini notën online, shikonte që Europi kishte 9 fizik, matematikë dhe kështu, e kupton që do ishte do vinte me një shkollë të mirë, edhe pastaj e nxirë kështu. 10. Historinë apo 9 apo. As 8 jo, 9 ose 10. Ai ka qenë bisha, mama nashën. Ska ka në mësim nashë kimis. I kimis, çfarë thua ti apo? O bo. Nasha më ka vënë 10 mua. Në gjithë 2 vitet që kam bërë mësime atë, më ka thënë se kam thënë përmendesh atë mësimin me sistemin galvanik. E mbaj mend si sot. Ishte e vetmja herë në jetë që unë kam mësuar vërtet. Edhe ishte algoritmë. Ai ishte algoritëm që ishte çuar tëraj atje dhe unë ishte tek ai kaçja e fundit. Isha për të thënë vetëm mësues që dridhe apo bënë të drejtë. Bënë ato teste se cili kishte pyetën e vet, s'ka. Edhe ai gjen 20 teste. Ja gjeta ona dita ku, kështu që kur mësoj ti që doje të ngrihesh se s'bën, që ti ikte rradha.
qeshje në çik kështu duhet. Që ti ikte drura ditë të çantë mëzime si në diçkim. Mirë thashë ti atë mësimin, ja tash kishte mësuar për shkak se ja, okay. Ose keta historisë. Okej, nga pasë. Sa spektakolare, profesori ka qenë atë profesor. Ajo nuk e di se ku është, ajo ka qenë ndonjëherë legjende kështu të bënte ndonjëherë me traumë për shkak du bëhesh e gjysmë njeriu, po. Bën historinë e bukur. E bënte shumë të bukur. Në konkursin dis klasa. Se u zhdaku atë, po që. E vetë do nga qenë unë, Sonja. Nuk e di kush ka qenë tjetër në kur. Kundër klasës tani. Fitua. Normalisht. Shauna atë. Po te klasa ime çfarë, kush do të Ishe ti unë isha? Ishe ti dhe ti. Hajde. E bume çfarë? Hajde. Se rëndësi ka pjesëmarrja. Edhe më që ndava tim so Pranori Romake, ma nisëm libri baron të Pranori Romake ishte. E që diskutuar një këtë pjesën bashkë të plako, që ne nuk kemi historinë tonë në histori. E di. Pranori Romake, ne kemi mësuar rënien e murit në Gjermani, më shumë se sa kemi mësuar për komunizmin në Shqipëri. Jo. Çfarë kemi mësuar për komunizmin në Shqipëri? Ja, për rënien e murit nuk është se kemi shumë fare. Ke pasur një mësim të plotë valla. Ke Ke pasur një mësim të pas plotë. një në fund të klasës në maj bashkë me 100 gjëra të ndryshme. Sa ke pasur për komunizmin? Asnjë. E pra. Asnjë, kupton Po ti të çfarë? bëjmë sistemi gjerman atu e kanë për të dërën në mësim? Ose ta kenë? E kanë. Këta kanë të kundërtën tonë, kupton? Ne s'kemi fare nga komunizmi, këta nazizmin e kanë gjysmën e lëndës. E kupton? Por në lëna si flas për komunizmin e ka? Po mirë, ajo është periudha e erët e atyre, kupton? Siç kemi në periudhën e erët të komunizmit, Po ka. periudha e erët e tyre është nazizmi, pastaj është DDR-ja, vjen DDR normalisht. Po e kanë mësim shumë mësim. As diskutohet fare. Deri në 90-ën është historia e shumë me pikë me presje. Të gjitha. Nuk është fare diskutim kjo. Po s'është bursa ata e kupton, ato që kanë qenë për të bërë janë bërë, domethënë, kurse ne duhet ta kemi diskutim, ne nuk dim fare. Pra ne për në Shqipëri është për përditësimi i historisë nuk diskutohet shumë. Edhe prandaj më duket më kështu që janë ato disputet akoma, domethënë me Greqinë që nuk ishte në emrat e nuk na lënë historinë e gjitha që ti bëjmë ne. Po ti rregulloj një shtëpinë tënde, kupton që rregulloj një privatin tënd, kështu fut një në histori komunizmit. Kur ti ke mbaruar të gjitha ato që ke vrimat e zeza domethënë shoqërisë tënd, pastaj dilni jashtë, çfarë s'po na lë Serbia apo çfarë s'po na lë Greqia. Se ata vërtet ne nuk na i lën ato çfarë duam ne domethënë, por ata në historinë e tyre e kanë çish do shefi atyre. Në ndryshuar komplet nga e para, duhet të dhënë një sens, duhet të dhënë një rifreskim komplet i asaj historisë. Sa ne, hajde 50 vjet pa për shkak, ku i kemi? Po, që 50 vjetë por që edhe zogun, 3 mësime e pasur për zogun të. Maksimumi. Ja, për zogun nuk është shtretuar. 3 mësime dhe ke pasur plakon. Para, lufta, pas lufta. Po ne kemi pas zogun kriminalist, zogu kur e mbroi vetëm mbret, iku, erdhi, po pse nuk u bën në mësim do. Edhe për ata që përmendën ti për Pranori Romake. Pse nuk e kemi ne me të shjelluar pjesën e provincës së Ilirisë? Domethënë po e kemi kështu në gjithësi. Po kjo ka dhënën e mirë, po. Se ne në fund ne jemi shqiptar. Nuk është se duhet të pranojmë me çka bërë lirë. Kësa të krijojmë Mirë, po shtatonën. nuk po them unë tani të ngrihemi tani të vrasim interna nga që jemi i lirë, valla. Unë po them që të krijohet një edhe dije që çka kanë qenë ata domethënë, se nëse ti do i fush në histori do duken aty domethënë, çfarë ndryshimesh kanë pasur ata me ne, e kupton? Se siç ka njerëz jashtë, domethënë që thonë ka qenë diçka më në veri se Shqipëria sotshme, Po, është ajo pyetja pyetja e shekullit pastaj që çfarë është Epiri. E kupton? Po ta marrësh nga bibliotekat austriake, gjermane, skandinave, Epiri është fis i lirë. Po ta marrësh nga Italia, nga Spanja, Epiri është fis kështu, helen. Anglezët thonë ka qenë të pavarur si Maqedonia, edhe unë këto besojmë shumë nga të gjitha. Që Maqedonia, domethënë në kohën e Filipit, para se ditë Aleksandri dhe Epiri kanë qenë provinca të veta, kupton? Nuk kanë pasur kështu atë që Iliri për shembull, ose Helen. Se këtë ata e thuat, atë këtë saktë që ka qenë në veri. Po ti mos haro se shtytërimi grek vetëm në Bregdet ka qenë. E nuk ka qenë fare as në veri sa ka qenë deri tani. Ishut kanë pasur ata. Të gjithë Bregdetin, rreth e qartë, edhe ka qenë Turqia ata.
Po ai shumë sa kanë qenë në Greqi, kanë qenë në Turqi. Tash çfarë faj ka Minesi, i mori turku ato që kishin do na nxjerrin në natë ato? Është pa drejtësi. Se ne kemi thjesht edhe për ardhin tonë. Vëllai, na gjej nga erdhë. E pra, ajo. Këtë edhe, na gjej nga erdhë. Tash. Me që i qenë kemi shumë që ne. Po ato kanë, ata përdorin ndryshe pastaj. Është qytet i vogël, ashtu rrethina rreth Tiranës, Tiranë Durrës, domethënë. Sa ras dete, është mos jep detyr. Është ashtu, daku po t'ja lesh atyre dorë të lirë, kush e di ku të kanë ndisin ata po. Se Malizi prit po shkota ka qenë jona. Ata ta shikojnë e ëndër ata. Ata aq e morën aq sa e morën dhe i bëi presion Austria dhe e la nikni, krizi bëthën. Po ata kanë problemin e vetë, ata kanë dhe një identitet autoktonë. Se malazezët kanë identitet, e kupton? Fisimale, është ata më fisimale se sa ne. Ka qenë Malizi ka qenë vetmja ushtri guerile që nuk është mundur asnjë nga otomanët. Seriozisht, ka ne walk movement tani ora. Isha emër në zikëra. Çera të malsarë, ka Malizi. Ke parti atë. Ishte një kështu, një zez në Amerikë. Edhe po i bënte review këngëve të Eurovisionit. Edhe del atje Montenegro, domethënë Montenegro e lexoja. What the fuck is this? I mean, who the fuck gave this name? Like it's 2021, you need to change it. What the fuck? Se di më ignorante ata rob të vuajtur ata mirë që janë shtetë të kësaj dite. Po të kështu pse ka marrë ignorantë amerikanë të burit dhe me rob shtëpi janë shumë ignorantë të burit të bësh trigger domethënë të nxjerr gjaku se ai ishte tek atë emër. Sa janë vrarë atje nuk bëhet mend. Nuk e di. Edhe ai quhet Malizi, thjesht nga Mali, nga Guri. Ne, pse ka kështu. Po nga Puglia ashtu duket e zezë. Nga Puglia, nga Italia. Nuk ku shikon në sfond duket e zezë. Ata çfarë quhen vetëm? Po kush e ka gjetur emrin? Montenegro, kush e ka gjetur emrin gjej e ti. Ata çfarë quhen vetëm ose çfarë që janë kështu? Në atë gjuhën serbe që kanë ata? Se di Montenegro? Nuk e di. Shikoj çik. Ta, e di, imi është. Janë Jamie Britt, i kontrolloj. How do Montenegro tell themselves? So, në pishtja njësh. Montenegrin. Kështu i thonë, Montenegrin. Ata përdorin ata pastaj. Po mire pur se ata ashtu Venezia i ka formuar ata. No, që ata atë fuqin për trading që kishin. Po shumë të varur ta nga kisha apo ja. Po mundohen në këto kohë, bu shëndzorën me të varur janë nga kisha, diskutohet. Ata kanë një piktur nuk është super e vjetër, po është e vjetër. Edhe është një nga ata shenjtorë të këtyre, domethënë me një dem që është duke kaluar ferin, edhe në fer domethënë është kështu, është Marksi, janë ca figura të tjera negative, e dy shqiptarë me plis. Donë, i imagjinon çfarë propagandë, që nga çfarë është i përbërë feri, e kupton? Ishte spektakolare fare si piktura e vaj. E kupton të gjithë plerat, edhe dy rob me plis kështu vetë, më kupton që si ishin askushi. Tamam po me urën çpatën ishte. Kjo kuptohet apo se tribute e vogla gjithmonë merren me të ngjiturit. Ta Montenegro është me shqiptar që kanë pas. Të kishin gjetur ndonjë figurë të paktën ata, ja dy individë rrallë, kot. Nuk duk një kështu domethënë. Ishte goxha, ishte duke si karikaturë tash në 2021. Më shumë se sa. E mbajnë në muze, kishim një muze aty. Prandaj ta marrin në kryeministri. O ajo do ishte tjetër nivel se. Sa të bukur ato që qytetar italianë apo. Në Tiranë? Në Tiranë s'mini kam bërë plasë të tyre. Në Tiranë si kam bërë super ata. Në kam bërë sot e kësaj dite. Nuk s'ke qa i thua aty. Sa kam parë, imagino që kam parë ato bunkeret e Tiranës me sy dragu. Gjitha jo, gjithë me italianët, me gjermanët, vetë me komunizmin, qa kam parë ato bodrumet. Ato katët e nëndveshme me petje me gjena. Wow.
Atje kështu të qosh në një nga këto. Kështu, në ato që thonë që janë spiritual, do të thonë që flasin me shpirtra. Ose ata japonezët që thonë që ndjejmë atë ata dhimbjen. Don ti mos i thosh fare ku po e çon. Mentalisht është t'ia fush brenda atje, thonë çan ndjente. Ma thonë që çan ndjente si. Po është pak e rësirë, nuk është energji pak negative, e pasaj ti thoshe, këtu jam persekutuar 600 armiq partie. Sa më fiksojnë këta plako spiritual për zotë. Po të fletë njëri këto levizë që shkronjën, qa po të Më fiksojnë fare këta plako spiritual. E mbanë kur kemi qenë bashkë në fillim fare në shtëpi, që shikonim ato budalliqet ata që mbanin kështu gur si pet, e kupton? Si kafshë të pijake ose që ata që ishin kështu gur që i sjell fat. Ka dalë një super trend tash në Shqipëri plako me lloj zalli që gjen andaj në Turqia, kështu gur lumi. Edhe dyqane plot vetëm ato gjëra, edhe të cilësuara me tekste një faqe, domethënë ky gur sjell 1, 2, 3, 4. Do ta karikosh kur del hena, do ta nxjerrësh në dritën e henës të karikohet. Ky guri tjetër të sjell dashuri, po dashuri në familje, kurse ky tjetër të sjell dashuri, po dashuri me partnerin. Qesti, po, e besojnë ropë të plak. E besojnë ropë, të ne zimi kur themi këshu, do të thyet pasyra, apo maç e zeza, apo këshu. Degradojnë fare, Allah. E këtë të ka bonel jetero në muaj për karikimin e baterisë së gurit. Tamam, ashtu ta bëjë Tirana. Sa i këshu, majtas është. Si majt jetë dhe taks për dritën e henës, për karikimin e gurve. Ose horoskopra, gjera. E shkryuar një klas, tash për shembull një klas, një middle class, kështu që thonë që nuk është ashtu si thotë horoskopit, pa ama ka një peshë që kur ke lindur. Edhe unë mbasi lexova këto, domethënë për shkak kështu doli një meme. If you think you are dumb, just remember that there are people that think the day when they are born has an effect in their character. Është nuk e di. E thoi ti pastaj pse bëjmë politikanë ashtu, apo pse ne bëna ashtu Turqia, pse na ashtu Greqia. Po të merresh me gurët ti, po të harxhosh 2 orë me të karikuar gurët për fatin e mirë, ç'a preti? Gjithë toka aty shfrytëzoj shqiptarët, ta merren me gurët. Në që negative politike, po nga gardë, në Amerika, kushtë nësë kemi në Balkan. Ajo është kulturë kështu orientale, me këto kultit, me gjëra kështu që mbajnë për dua. Ashtu ka qenë gjithmonë. Fisët edhe shpejt fare për shembull europianët kanë pasur më shumë simbole lufte. Europianët kanë mbajtur kështu dhemë, ariu ose ku t'i gjallë në një. Po më them ariu me ka mbajtur se si ka pasur Flori për shumë. Kulturë orientalet, arabët para se të binte Mekka. Atje ku shaj gurin Mekka qenë kështu ku që mbajshin ato si tip idhuj që kishin ata të punuara me dru me herë që e punonin. Ata kanë pasur kulturë që mbanin gur gjëra kështu ku dëgjon. Ata s'kan gjë tjetër valla, gjenin një gur që ishte ndryshe, një ngjyrë tjetër nga rera, thonë këtu bën mirë. Ku ndodhen kush prapë në Tiranë? Në Tiranë bursa atje kupton janë edhe dyqanet edhe rjetet edhe këto. Jemi shihim me një lajmërim për gjitha gurës shpirtëror SHPK na kontaktoni për sponsor se ndryshojmë mendimin direkt. Për zotin, duhet ashtu jo. Më paguani 5.000 euro për 4 ditë edhe nuk e publikojmë këtë pjesën. E prezit. Që diçka me një kështu youtuber gjerman apo jo? Po ka Gjermania e ka trend ata. Për gjithë individët që ka influencera, po ka edhe disfluencer. E di çka kishte bërë? Ato kur dolën na, s'po bën shumë kjo, nuk është tani aktual. Më ardhën në fillim këtu para 5-6 viteve, domethënë, filloi ai trendi në Amerikë, domethënë që kështu pinin atë ata ose kështu hanin ato kapsulat e Arielit. Domethënë e kupton që bënin trend apo në atë aplikacionin Vine, po e mban mend. Që ka qenë atë. Tu në Gjermani një 17 vjeçare abuci, edhe e bën video që hanin nga këto të Arielit, domethënë, e dërgon Arielit. Jo për asnjë thjesht që kam menduar te këtë video, domethënë që kam bërë si challenge. Domethënë po mendoja ta hidhja, por pastaj nuk doja të krijoja një dëm dhe doja të pyesja nëse mund të arrijmë një agreement, domethënë që
të më kompensoni lekët që unë do marr nga videoja, që mos a hedh video. 56.000 euro. Po. 56.000 euro plak. Ishte me miliona views sa kishte. Kishte shumë ajo. To që shikon kalamajt e bukur, po. Bem, shikon vëlla ligut mund. Është legale të shkëtë? Legale është. Ai nuk i bëri blackmail atë. Se nuk shkët blackmail? Po jo, sepse ai tha që unë jam i interesuar për marrëvajtjen tuaj, e kupton? Që unë nuk dua të dëmtoj juve. Më kompensoni mua lekët që marr unë nga views, të më thënë. Se unë nësoj do i marr ato. Unë nuk ta hedh dhe, e kupton, unë i marr Çfarë do views. të kam në blackmail? Ti thot, unë paguaj lekët do të bëj publicitet negativ. Po pra, po nuk ai nuk Për shimazh dhe publicitet negativ nuk Po, është po. kishe, po për shimazh komplet. Po çfarë ai po nuk po thotë që Arieli në për shembull si është në Shqipëri. Më ka shpjeguar vllai disa herë, mos ai me këto punë, punën e reklamave të gjitha. Në Shqipëri është për shembull që edhe kur bën reklamën ti, nuk mund të thuash për shembull që Arieli është superior ose Deka është inferiore ndaj Arielit. Këtë nuk mund ta provosh. Prandaj po ta vesheti të gjitha reklamat thonë ilaçi më i mirë. E kupton? Numri 1 në botë. Nuk thot asnjëra që kjo është më e mirë se ajo. Ajo të hedh në gjyqe direkt pra. Do provoj për atë. Ose thon nga konkurrentët, më mirë se konkurrentët dhe konkurrentët e gjeti kush është konkurrenti. Në qoftë se ti e krahason direkt është shkelje flagrante, domethënë. Po prap edhe nëse përdor fjalë, domethënë prap nuk është e lejueshme të përdorësh disa fjalë të ndryshme. Siç janë fjalë të ndryshme si inferiore apo superiore apo çfarë mund të ketë të tjera. Jo, po superior inferior përdorin, po bëma që nuk mund të përndajnë ndaj kujt. Jo, nuk e në Shqipëri vëre reti, nuk e ke në asnjë reklam fjalën superior ose inferior. Më i miri po. Më i miri në botë, më i miri në Shqipëri, më i miri në Europë. Oh. Sepse i bën krahasim ti. Se vërtet e thosh ajta gjej kë kanë konkurrentin. Po çfarë do ketë? Ariel, Persil, Deka, e abdalliqe të tjera që mund dalin. Të edhe në gjyq tëra. Më jo ose ti ke 5 firma kundra vetes. Çfarë ti bësh aty? Ata që të edhe gjyqe thonë që ke kontrat tjera me ata që konkurrent mund të thonë e ka kontrat me. Nëse është nuk e di. Ka disa rregulla domethënë që janë pak të çuditshme. Edhe për ngjyrat që përdoren për shembull. Për mos përmendur emra firmash domethënë. Kishte lokacione në Shqipëri, në logon e tyre përdorin logo të një firme shumë të madhe të atij produkti. Domethënë, vetëm ngjyrat përdorin. E kupton? Edhe nga që i shëmbëllente ajo shumë, ka një përqindje ata. Më thënë ata ky i merr, i bën foto, ja dërgojnë kompanisë. Kompania ka departamentin e vet të marketingut që bën krahasimin sa përqind është. Kur e kalon atë thresholdin pastaj, po thoj, "Okay, ndjekje penale, kjo shëmbëllen shumë logon tonë." Jo, se është patentuar i mbrojtur. Logo. Po, edhe kur është me ndryshime të vogla domethënë. Kështu që ka një kufi që sa afër mund të jesh. Është një gjë e tillë tash në Burger King në Shqipëri. Se ka disa që Po Burger King është aktiv shumë. më duket se ka dalë këto kohë, po dje pash një reklam të që ishte bër Burger King Albania. Se është franchise direkt ose indirekt i Burger Kingut, unë nuk e di. Po nëse ajo e kishte thënë atje eksplicit Burger King Albania, ma ha mendja se duhet të ketë një lidhje me ata. Po ata, Edhe jam jashtëzakonisht shumë i sigurt që kanë pasur probleme me logot ata me të gjitha, kupton se sa ka aty vetëm Tiranë. Pastaj në rrethe, pastaj e ke kështu radhë, domethënë me sistema. Po nuk është të vjen Burger King tamam. Edhe një E di, normalisht. Ata po themën, kupton. I ble emrin, no. Po franchise nuk do ta mbron ai shqiptari, franchise-in e mbron Burger Kingu vet. Po, e do të kesh për të mbron standardet e Burger Kingut. Se nëse ndale shumë lart atë drejtë për të mbrojtur Burger King. Mirë, po është kjo s'është gjë e mirë valla, jo se është Burger Kingu, se thonë pastaj që jo korporata edhe kështu, mos i mbrojnë. Kjo është gjë shumë e mirë, kjo nuk duhet lejohet të burr tani. Se duhet të hedhin çikër, sidomos ato që kanë punë për shembull, që duhet të hedhin çikë lekë për logo për gjëra. Ka pasur për shembull edhe në qytet studenti, atëherë shpejt kur kam qenë në fare ka pasur super fast food me shumë punë, domethënë që kishin logon duke valla, ja bën dhe mu. Domethënë, sidomos për ne që lidhur me filma anglez, amerikane, kupton, edhe me influenca, me këngë, me të gjitha, e dinim shumë mirë se çfarë ishte ai. Tash ti nuk është se ti po vuan valla, se s'po producon atë xhiron e ditës. Paguaj për një graphic designer të bëjë një sistem aty bam bum. Baro,
Që akuan një qik lek, industri. Qaj do tani, do të terën. Pse e bere ti sistemën tënde? E ti mund ta merri diku alla, gjeje në një super film grek për shembull, një ta marr, i bëj një kontratë tjetër ngjyrash, emrin tënd dhe hajt, ciao. E përfiton ajo që ti më përveç krijimit të identitetit përfiton nga emri asaj tjetrës. Nuk është se portojnë të ajo pastaj do të goditur. Ata përpunon, po goditur. Ajo duhet goditur jashtëzakonisht. Domethënë që nuk duhet lënë hapësira aty domethënë të bëjnë ato lloj devijimi. Është e pashëndetshme. Se kështë disa kanë në Shqipëri që marrojnë për informatike, për graphic design, për gjitha. Ata ku do punojnë? Po i morë të gjithë nga jashtë. Se dhe aty është. Se themi që po ka shumë për shembull. Kam një personazh që merrem atë punë, domethënë krijimin sistemash e gjitha. Edhe është nuk un kam në Shqipëri. Edhe nuk ka ashtu shumë punë valla. Se atë gjithë i marrin çu të gatshme, kupton? Është duket pak shumë valla. Nuk kurset asë do, kjo është thebi më. Jo, nuk kurset, di që nuk kurset. Po, firma amerikane se po shifja për stemë. Duke se në për një javë këtë $500 edhe të krijoj një logo, ke 3 mundësi të zgjidhësh një dëshirë të tillë edhe të projekt. Që nga lirë shumë. Po, edhe fiton drejtat. Kështu këto që bën në mas. Që bën në mas. Në Instagram, po, i nuk kanë këshia. Jo, mirë, se shumë që nga flasim lirë. për të McDonald's-it edhe to, të bëjmë miliona dollar. Plas logo kështu, të firmave startupove të reja. Ato mashi ble. Shumë mirë shumë. S'është. Ajo është di për çfarë është ide e mira plan. Ajo është për mendimin e mirë, sidomos për bizneset e vogla për shembull. Ne për sa 3 persona kesh basic, pastaj deri te Goldi, vetë deri te 1 ca. Po nuk e di ç'është ndryshimi këtyre. Nuk e si kam shumë opsione për të zgjedhur, po tjetër nuk e di. Ata shikojnë sa kohë harxoj unë për të krijuar ty ata. Po i bie që kjo basic pastaj të jenë kështu logo që janë gjysmë gati domethënë. Edhe thjesht i bën ato. Edhe silver është diçka që e bën kështu. Para se të bëjnë logo gjithmonë të vjen një pjesë bilës e kanë tu pjesor. Ma nisi një firmë turke. Ato pjesën emri i firmës, ça krijon, ç'është produkti, imazhi që doni të krijoni, historia, e ça doni të përcjellni tek përveç produktit. Historia mbrapa asaj, ç'a doni të përcjellni tek. Ajo është pyetja, kjo pyetja e fundit për mendimin tim, jo vendodhja, ajo ç'a doni të përcjellni. Ajo mendoj unë se është shumë e vështirë nëse ai jep një firmë tjetër. Prandaj firmat që janë ose të mesme ose të mëdha, duhet të kenë një departament vet që merr me marketing, jo të bëj sistem, po që merr me marketing pak. Po me marketing po se nuk është për sistem, që ta di ai këtë çaj imazhi do kapi për shembull. Po mirë plako, si ta di ai CEO-ja, domethënë çaj imazhi do përcjellje atje. Ai CEO-ja do outputin valla, do ku ka kohë ai të merret me ato, atë duhet departamenti i marketing. Ku krijohet firma këto, bëra burr që ku zgjidh kategorinë e klientëve, zgjidh produktin e ke në ide çfarë do të përcjellë firma. Nuk e bën as të shes. E që të përcjellën, për shembull, janë të produkte reja bio, këto thonë, jemi ekologjike. Edhe shikoni sistemat e tyre janë gjitha jeshile. Janë gjitha këto. Pyetja pastaj. Përse mendojnë të pas 10 vjetë më ndryshon logo, ata kanë që ja të pyet ta bëj pyetjen ndryshe. Dire se kanë turë. Nga çfarë lloj madhësie, për shembull, duhet të ketë një biznes, minimumi 1 person që merret vetëm me marketing. Pra, varet nga dhe biznesi, varet nga dhe biznesi. Këto të që janë online, to ke vetëm marketing, s'ke gjë tjetër. Ato që prodhojnë, varet çfarë, po që B2B, se s'ke nevojë për një staff marketingu që ti çfarë. B2B. Nga business to business. Se të ti verike në për këto mese, në për gjera, edhe në për faqet B2B, duhet një kështu. Nërsa pasaj po këtë B2C nga firmat të konsumentët, atëherë do t'i investosh, po të varet nga lloji produktit. Po që këto floriri, varet gjithmonë çfarë do krijosh. Sepse secil produkt ka një orientim të tij. Nuk mund të thosh, për shembull, mund të ketë firma të mëdha, Tesla për shembull, pagon atë për marketingun. Ke Mercedesin, pagon me miliona. Varet si krijon që fillim ata. Mund të bëj për shembull dhe ka firma që kanë 60% të kostos që kanë vetëm marketing, se s'ka gjë tjetër. Po ta themi që bëhet marketingu vetëm një person? Janë të për shembull që kanë Amazonin, që blejnë dyqanin në Amazon, këto produkte marrin nga Kina, edhe vetëm atë punë. Bën marketingin për të punën e shit.
Pastaj Biznesi, unë po them, flasim $1,000,000, edhe thjesht me $1,000,000. Në rregull, po të ngushtojnë çik litarin, domethënë që t'jeni çik më afër realitetit tonë. Biznes në Shqipëri për konsumatorët, po them. E arrin dot një nivel marketingu ai vetëm me një punonjës marketingu apo i duhen minimumi 2 që të kenë debat. Në kjo do parë sa efektive është ai në punë, po mund ta bësh do faqe Instagramit, se kjo delegohet. Ose ka internet që delegohen të marketingut, po s'është nevojë ta kesh staf tënd, dhe ka firmë marketingu që merr me reklamimin e produktit tënd. Po për shembull tot Instagrami që shesin produktet të vetëm marketinga. Kanë gjithë kostet e punonës për marketing. Nuk e di sa kanë. Varet sa shtete punojnë, çfarë qytete punojnë, se çdo qytet ka. Por edhe kam unë një pulari edhe, thonë. Bëj vezë. E kupton? Edhe jam vezë që do shitet direkt në konsumator. Bën Çdo pularia të shkati. Çdo se kam një pulariku për shembull, edhe prodhon produkti i parë, domethënë vezë. Vezë nga biznesi për konsumator direkt. Është bërë, ka arritur një nivel që është bërë i madh, që ka shumë punëtor, për shembull. E duhet të bësh marketingun. Nuk është efikase. Pse nuk është efikase? Po nuk ka se ku blen shumica vezë bën për dyqane. E nuk futet në një biznes të bëjë biznes të madh për direkt për shitje kështu. Në pakicë. Është një biznes, mos ja përmendim emrin, se na duhen na bën një donacion që t'ia përmendim emrin, mos i bëjmë reklam falas, për shembull që bën reklama, domethënë që është e madhe, është në periferi të Durrësit, dhe bën reklama nëpër televizion. Veza. Po pra, po e bën bashkë me kur sjell ti një produkt tek Revja këtu, tek Spari në Shqipëri. Edhe për të vënë për rafte, të thotë, "Ok, do sillesh tek dyqani im, sa lekë investon ti marketing?" Për të produkt. Se venda e thotë të bën të vezë publicitetin, e zgjat 3 minuta, në fund fare thotë është disponueshëm tek dyqanet e Sparit në Tiranë, dyqanet e Revës në Bizdorf. Po ajo thotë në çdo dyqan. Po mirë se ka bërë connection me që në çdo dyqan, se kanë gjithë ata ashtu. Po kjo ynë është bashkë me pjesën e atyre të. Po pa i të paguar. Ktu do di. Në qoftë se ai thotë dha veza ime, veza e Bleonit është në çdo dyqan. Unë kë paguaj tash. Unë kam bërë reklamë, vëllai, kam dhënë reklamën Top Channel, në Klan, Vision Plus. Po, janë gjitha kostet e tua. Unë paguaj direkt atë. Po reklamën kush e bën? Ti e bën direkt firma. Pikërisht prandaj do të lënë te departamenti marketingu. Kur reklamën e bëj unë, domethënë që unë kam dikë që merret me të bërë reklamë. Kush e bën? Mund ta ure ka firma Castile, firma marketingu, kanë shumë të mëdha me buxhete miliona dollarësh, e merren. Ka problem sot bile sta email, thotë ka firma marketingu, kemi oferta verore, të bëjmë marketingun tënd për 3 muaj për shembull, të produktit tënd. Ashtu do tani, ti video maker, për shembull tani është marketingi është e madhe, marketingi nis nga shitja që nga fillimi produkti deri në shitje. Edhe menaxhimin e shitje, po. Këto është video që ti thjesht video maker e bën, kap 3 pjesë thelbësore të biznesit tënd, i tregon në publik, nëpërmjet medias, dhe thotë ku ndodhet. Pastaj këtu ke ofertat që rrihen me dyqanet. Po e bërë tek Revja, se te Revja do të kërkon 500 euro për qenë tek rafti i parë, 600 euro tek rafti i dytë, 300 euro kusht me syrin, se për shembull 1000 euro kusht me syrin, 300 euro ndali me syrin, edhe te fundit fare të kërkon 50 euro, vari ka, se nuk shikon njëri aty poshtë. E aty thotë, po e bërë publicitetin e cilësove ke te Revja, janë ato që kanë marrëveshje të tyre. Nuk e di si funksionon. Tamam. Kish po flisim për një dyqan amerikan, aty përmend sa lekë do investosh në që kur sill produktin, sa lekë s'është plani për të investuar në marketing, çfarë lloj marketingu, çfarë lloj njerëz po tresh, çfarë shifrash bëhet fjalë? Aty jo, më të thotë vetë është fisë para. Por nuk e di se si është. Tamam. Jo, ai tipi çfarë shifrash shumë. Jo, ma ke konte nga unë informacione, çfarë do bësh ti, kishe kështu që të lidh me supermarketet e tjera përveçse. Mirë, po ai kishte kështu një kas, domethënë që nga ku lëvizin filmet, domethënë sa donojnë filmet. Ja, ti më thot mua, për shembull, një biznes, do të futesh këtu, kam lidhje çdo 3 muaj, merrem kam kaq dyqane, kaq firma të ndryshme që sill mall të ri, të çej përzgjedhjen. Kur e sill mall të ri, për shembull, marrë të birrën që po pim, i tha Bleon Hasani, ka këtë birrë, do ta sillim në treg, ka këtë lloj strategjie, ka këtë lloj çmimi, edhe për kaq kohë, ka këtë fushat marketingu e reklame në këto kanale. Edhe aty fillon kontrata. Po këtë e krijon ti. Fillimisht.
Me ta ke Mirë, vendos ti. e kuptova, Është buxheti jote, për prapë se prapë se. Po me çfarë shifrash flihet, të them, për shembull, për këto lloj produktesh? Se di. Me 10.000 euro apo me 100.000 euro? Të kesh të lidhe njëherë me median që është ndan, me miliona, nuk e di sa është. E varet ku është. Kur është ndesha dhe Champions League-s edhe 1 milion euro. Por që përputhen, nuk e di se janë shumë, dhe më të qikë më shtrenë, se ka shiku shumë. Nuk e di se kësë, pas shumë që merë në Që media. më stajnë që një mesliga? U Shqipëri po, bëva kje. Të vazhdojnë. O shiko, ata di, në trafiku në internet, përputhen, Champions League, pas ta e vim A politika. pesi që reaguar të fansat? Kështu duke vajtë rëndej në si që hanë që blidhen kështu në për qytetet të ndryshme, domethënë. Ishin mbledhur në Shkodër, të gjitha ata kështu. Tur, Po nuk e dion çfarë bëjnë ata, po ishin një 30 kështu adoleshentë, domethënë të bëu fanta sikur kishte ardhur Justin Bieber në Shqipëri apo la, e kupton? Me një star të përputhur. star shumë po bëj. Edhe një nga këto gazeta shqiptare më duket i kishte bërë kritik Korçës, Se s'kishte njerëz të laftueshëm. se s'kishte njerëz më Shumë shumë. dalli. Kishte bërë një post ai Besi te podcasti që bëjnë ata domethënë që nxjerrë që dikur thoshin Korça e serenatave, poezive, të gjitha sot na na gjykojnë nga mënyra se si i presin konkurrentët të përputhen. Ja, 2 vjetë filloi të forum rinori për puth. Që të kenë atë. Skandal fare. Skandal fare. Ta mbyllim, sondem. Na mbyllim me përputhen, nga mbaron dhe bira tash jam avash. Edhe për të mira në gëzime deri edicionin tjetër pastaj. Ciao.